Këshilla mbi dhikrin dhe duat. Vazhdimisht bën dhikr në vetë e fshehtas dhe me zë haptas, dhe mos lejo të harrosh Allahun xhaleshanuhu. Prezanto në tubimet ku bëhet dhikri, përmendet emri i Allahut. Mos lejo të qëndrosh në vendet në cilat nuk do të mund të përmendësh Allahun xhalla xhelaluhu wa xhaleshanuhu, dhe bën salavat për të dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam. Kur të nisesh në tubime, rregullisht thuaj Subhaneke, Allahumme, wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rregullisht përmende dhikrin, pra përmende Allahun, i cili thuhet pas ezanit, pra dhikrin pas ezanit tesbih. Allahu xhaleshanuhu, Allahut pra drejtoju me dua derisa je në sejdë pas secilit namaz dhe të tretën e mbarimit të natës. Allahut xhaleshanuhu bëni dhikr në vendet ku e përmendin rrallë si në sheshet e qytetit, e tregje shitore dhe të ngjashme. Allahun xhaleshanuhu lutet për faljen e gabimeve, mëkateve dhe fat në besimin tënd në këtë botë dhe ahiret. Gjithnjë më së miri mendo për Allahun xhaleshanuhu dhe urdhresat për caktimet e tij, dhe për asgjë mos thuaj e kam lutur Allahun, por nuk ma ka plotësuar dëgjuar lutjen duan time. Mirë po çështjen leja atij. Sinqerisht dhe me zemër të penduar dërgoj dua lutje Allahu xhaleshanuhu, e jo kur e ke zemrën larg mendimet në Allahun xhaleshanuhu. Mëso dua të cilat janë transmetuar përcjellur nga pejgamberi i Allahut, sepse ato janë më të mirat për një jetë më të lumtur dhe shpërblim në këtë botë dhe botën tjetër. Duan lutjen filloje duke falendëruar Allahun xhaleshanuhu dhe bjerë selavat për pejgamberin alayhis salam para se të thuash amen. Lutjen dërgoje fshehtas për vllajën tënd musliman, të mos di askush dhe lutu që edhe ai të përmend ty në lutjet, dhe kurse si mos i mallko, mos ndjell keq për muslimanët. Natën bën sa më shumë dua, e sidomos para agimit. O biles heri hum yastaghfirun, si shtot Zoti në Kur'an, deri në angim të mëngjesit ata pra përmendin Allah. Sa më shpesh bëj salavat për pejgamberin, Allahumma salli ala sayidina wa nabina Muhammad, e sidomos në vigjiljet së xumas, pra kur është dita e xumë, po ashtu salavatet shtoj pra mëngjes dhe mbrëmje, sepse ato u ashtojnë mirësitë. Dhikri është pra përmendja e Allahut. Kush e përmend Allahun, kush e kujton Allahun, Allahu e kujton atë. Kush e harron Allahun, Allahu e harron atë.